Kështu që besoj mbas 40-ave, si mosh kam vendosur që t'i jap shoqërisë, në gjykimin tim me modestisht, t'i jap mesazhe apo ato që unë mendoj që janë gjëra që duhen rregulluar në shoqërinë shqiptare, ose duhet reflektuar të paktën, se rregulluar është fjalë e madhe. Dhe besoj që ja ke dhënë, të siguroj salla ishte plot. Unë humba një orar, pavarësisht se kisha rezervuar, kishte trafik dhe në fakt më çudit edhe jam shumë mirë njohës. Tek vendet e fundit tek orari tjetër, po salla ishte plot. Jam shumë mirë njohës, unë nuk tani që filmi është i mirë, këtë e dija, domethënë sepse si thuash është bërë çdo gjë për atë film. Por që publiku ta përqafonte kaq shumë, këtë nuk e prisa sepse nuk isha shumë skeptik, por ama e dim që deri tani në kinema njerëzit kanë shkuar me filma argëtues, me filma që kanë pasur në bazë humorin, ose filma të cilat janë orientuar vetëm drejt festivaleve, që nuk shfaqen fare në kinema, që nuk prodhojnë biletat shitura.